Përshëndetje miq, si ditë shtu në muhabet e pazari, unë vdes për muhabet e pazari, me që disa mikesha më ka shkruajt Roeli, na trego pak pazari. Jo gjithmonë e postoj se nuk kam kohë, por thash sot po marr pak kohë edhe po ja dedikoj mikeshave të mia. Filloj me ullin, këtu kam marrë gjysmë kile ullin Napoli dhe gjysmë kile grek, ishte 10 euro kilja, si ato të Napolit edhe greku, po janë shumë të mirë, qumë është të freskët, buk dieta ajo e ka marrë tek Piccolo Forno. Për ne që jetën këtu e njohin, e kanë të mirë të bukën, herë e blej, herë e përgatis vetë, kur kam kohë. Mora pak mish, doja të blija sardele sot, por nuk I gjeta ishin mbaruar. Mora pak mish të grirë për ragu, këtë rozmarinën a japin dhurat, marim sa të duam. Këtu gjokë spuret prerë me feta, shumë I mirë, ishte 15 euro kilja ca, tani nuk e mbaj mend, këtu mishin e ngrirë ma ngriu moment, mish vici për ragu, nëse kam kohë nesër të përgatis lazanje. Këtu këtë qumshin e kishe blerë bashkëshorti ma I kishe ndaluar në vigone, ju që jeni këte rreth rrotull në vigone, aty I porsa miel me 1 euro 10 centesimi litro. Këtu ka marrë vezët e një fermer, më pëlqen shumë këtu ku I blej vezët e ky zotnia se I kam gjithmonë të duken që janë biologjike. Janë 2 euro 50 centesimi 6 kokra. Këtu kiwi, mora ishe 2 euro kilja, mollët me 1,50, to janë të vogla e shumë të mira. Ato uthën biologjike 3 euro litër. As një litër nuk është, më falni. Është uthëva e kavurit për ju që jetonin këtu. Këtu kam blerë portokale, nuk I mbaj mend sa lek ishte, se po binte shi, nuk u merrte vesh sot. Këto limonat, qepët dhe patatet pagova gjithsej 5 euro, ku si thoni ja vlen, ja vlen. Kështu që nuk I pash fare çmimet sot, me 1 dorë ombrellën, me 1 dorë karrelën. Kurse këtu, kjo zonja më duket se ma hodhi sot, por kështu është. Kur del me vones, zë shiu, mora këto 2 fino, këtë sallatën e lezetshme, kjo ishi shtrenjtë, por më ngellën syt, këto kastravicat ishin me 2 euro 50 centesimi, do të them çmimin, këto qepët tropeja, këto domatet Sicilia, më tha mua ajo, me 5 euro kilen e thash, po marrë 3 kokra. Këto specat ishin me 4 euro kilen, po ke një banke mora këto, I rashkur, s'kisha më fuqi të shkojnë dhe këtej, selino dhe kjo ishte goxha I shtrenjtë selinoja, ta du të them që mimi karotat, to gjithet nuk do jetë dhe I përgatis pesto, edhe mora dhe këto repat, mora dhe këtë sallatën, edhe gjithsej këto dyqanta 27 euro, këto vetëm këto dyqanta që patë fundit, tani na shkruani sa kam prishu gjithsej, ju përshëndes, ciao ciao!